tim prioritet që ta shqinë shqiptarëve do të jetë rrugët e laicitetit. Këto jam dakord plotësisht me ty. Dhe punën më të madhe që jetu e boti është që ata që i ka programu armiku, klerekt, që i ka programu armiku, miq programu, sepse ata po e krijojnë një narrativ shumë dëm, shumë për kombin. Narrativin për historinë, që po dojnë me tjetërsu historinë, me shtramu historinë. Narrativin do thotë për një që po dojnë me atë narrativ me na kriju edhe një identitet tjetër dhe një tjetërsim kulturor. Fundit na si shqiptar kemi mbijetu të rrugë kulturën dhe traditën tonë. Ne edhe pse është imponu feja islame. Këto, në kohën e ose thrive feja islame, feja e turkut. Feja turkut. Feja e turkut, ma mirë i shkon feja e turkut. Perandoria osmane ka imponu atë besim, ne kemi rujt kulturën dhe traditën tonë. Dhe pse ta thashke, se mu më thoi që ki armiki musliman, nuk jam armiki musliman, as i islamit, se s'ka islam, në Kur'an s'ka islam, fjallë islam në Kur'an s'ka. Pas gjerë mos leja kanë shtu një rrith me bëj islam, po flasë në tekstin original. Tasha egziston, po është feje turkut. Tu të në është feje turkut. Si do që tjetë, ti jetë teolog. Si teolog, ma mirë se ti që mund është mi ju këndërvy kërkush. Do thotë, ne shpesh e marrëm e interpretojmë thonjet e teologëve dhe si jem teolog. Kështu që ti mund është mi ju këndërvu me fakte, sepse e nje besimet, gjitha besimet, je teolog edhe mund është mi ju këndërvu. Kështu që unë të përgëzaj për krejt punën që je të e bërë. Një punë tjerë zakonshme kombëtare, sa do të thëtë rilindja për shqiptarët, nuk pas ka përfundu mjerisht as pas 200 vjetë, edhe po dohet me dalë rilindas si tejet e tjertë, mi shërby venit edhe adlevë, edhe këtë popull me jep perspektivë se na jem të jetu në Evropë. Unë mendoj që rujtja e shqiptarisë, rujtja e orientimit tonë kulturor, perëndimor, është edhe çështje sigurie. Ne nuk mundum me eksportu dhunë në Evropë. Spaku 7 vjetët e fundit i kemi 4-5 raste të lidhën me terrorizm që mjerisht kanë qenë ata pjesëmarrës me origjinë shqiptare. Këto, të thotë, është të stimulu edhe të sponsorizu vetëm armikët e shqiptarëve. Jo, e dini se unë jam ai i cili ku më dhonë lojmin 2 qendra para kushtimisht islamike që janë ndërtu në Gjermani, janë ndërtu me urdhër të Stanit Gallonci të atëhershëm. Qendra në Leverkusen Gjermanisë dhe në Hamburg Gjermanisë. Në do thotë që është nuk do të thotë tani këto qendra gjitha janë në ndikimin, po përgjithësi gjitha janë në ndikimin e shërbimeve slave. Edhe shkon shumë e rëndësishme jetimi ditë se një pjesë e madhe e popullatës shqiptare që jeton në Zvicër vinë edhe nga Maqedonia. Dhe të gjithë kanë lidhje me shërbimet e Maqedonisë. Nuk do të thotë se të gjitha shërbimet e Maqedonisë sigurisht janë anti-shqiptare, po ka elemente që i kontrollohen nga shërbimet sërbë. Njëtë që e këmë thonën edhe e kanë kuptu tash edhe politikantë edhe intelektual, se Kosovës për Shkup t'i vinë dy gjëra. E mira dhe e keqja. E mira do të nisë të më të fjallën e Enver Hoxhës që nga Shkupi e Kaçaniku, që nga Shkupi e Kaçaniku u fotën forcat e NATO-s në Kosovë në vitin 1999. Dhe e keqja është lëvizja Xhemietit e frymës Nikola Pashiqit, indoktrinimi dhe mi bon njerëzit gjoja po besojnë me një besim caktuar, sikur që është Islami, që pastaj Serbia me pas dorën e zotër dhe me ndiku në jetën shoqërore qytetarëve të Kosovës. Kjo duhet ndalët, që Zotit ka dhe shumë të lokë që e kanë kuptuar të vërtetë, që fillojnë të çprogramohen. Se nëse ato i kthehen, po flas për hoxhallarët, i kthehen Kuranit, ato nuk kanë problem me shqiptarinë, se atëherë pranojnë natyrshmërinë e tyre kush janë. Dhe nuk e zonjë si mollë sherrri ngritjen e flamurit shtetit shqiptar në vitin 1911. Të gjithë hoxhallarët
pavarësinë e Shqipërisë e shohin si diçka të keqe që ka ndodhur. Mirë është. Kjo është. Në funksion që asaj që do thotë armiqtë shqiptarëve po tentojnë një programu keq shqiptarët, në veçanërisht diasporën, një mik jemi para do ditë më thirrë kishte qenë në Linz të Austrisë. Atje ku ishte komuniteti musliman shqiptar, tha Basri mund të merru që ka pash aty. A krejt narrativi, tregimi që tregojke prej atyne besimtarve, liderve tyne është se qysh Rusia ka të drejtë në Ukrainë. Të thotë, dulen politikë ndërkombëtare, atë segment muhabetit e gjeta, atë bisedës. Në xhami. Në xhamin që atë bashkësinë ku ishte bashkësia islame shqiptare në Linz të Austrisë. Sa më shpejt në ndihmoft Zotit vahek me atë emrin shqiptare. Ju të merru, tha çfarë tregimi ata e bëjshin për luftën Rusi-Ukrainë, se si do thëtë Rusia qenë ka aleate jonë, e mirja jonë, e Ukraina është keqë edhe perëndimi është e keqja jonë. Do thëtë, deri këtu kanë shku. Prandaj, këto që e ceke ti, na kenë nevojë, piq programu këta njerëz, që jonë Më valloni mundësi. Mos atë të bëmi pak modest, më valloni mundësi, për shembull misionin e parë ku më kryen me drejtorin e sigurisë që është në Amerikë, shqiptarët e kanë kuptuar që libri që quhet në Kur'an, ose përpara kemi thënë Mustaf, është shkruar si është ndryshe prej punës së Hoxhallah. Edhe tani ne më valloni mundësi se besimi është i lirë, është shpirtëror, mund të manifestohet besimi. Po jo më i bë dam besimit ton për gjithë shqiptarisë. Mendoj tim se sido që tjetë ne do të ju tregu shqiptarëve, sepse ne kemi 1700 vjet kulturë religjioze, krishtere para se me ardhë Islami. Kështu që duhet me para se me ardhë turqit. Para se me ardhë turqit. Do të thotë më fal. Para se me ardhë feja e turkut. Jo, atë pse po thamë se shumica intelektualve, edhe Milajm Zeka, si ka i përshëndes zet, i bëjnë njëtat gabime në rrafem që thënë në narrativ, thënë ne kemi që 600 vjet për Kur'anin, nuk është një që 600 vjet, që 600 vjet nuk kam turki këto vene. Do thëtë, ne do të më tregu shqiptarëve që ne nuk mundu me hullë një pjesë të historisë tonë për hatër të kërkuj. As për hatër një aksidenti historik që kemë patë, se puni fundit ne kemi mbet shqiptarë pa marrë për asysh për andorit që unë i këtu, e kanë pushtu këtë vend, ne kemi mbet shqiptarë, si jemi tjetërsu. I kemi jep edhe njerëzimit qytetrim, i kemi jep njerëzimit lider të mëdhaj. Kështu që ne dohet mja bo me dije se ne nuk sakrifikojmë historinë tonë për interesa avat shkur disa ideologjive të cilat po e imponohen në trojet tona. Këto duhet me punu me trit, sepse klerikt o gjallartë në Kosovë i kanë ataku me të madhe rinin. Jënë të kriju, do të thotë dhe mësim veror. Në Kosovë e keqja është se kemë problemin të liderët institucional dhe politik. Nuk janë duke kuptu karakterin laik të shtetit. Sikur liderët institucional dhe politik të ishin në nivel të detyres, ne në Kosovë nuk ishëm patë probleme. Edhe nuk dhe ishme në këtë gjendje që edhe si shumë këtë gjenje, absolutisht si shumë këtë gjenje, qëfare nga ka cilë. Falenderit shumë Basri që i ka ardhë, për mikpritje, edhe jemi bashkë, dhe da kuptojnë gjithë që jemi bashkë, se edhe